Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për çështjet e sigurisë në Ballkan në këtë kohë luftrash me sirenat në 4 anët dhe marrëveshjet që po lidhen. E fundit ka qenë mes Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës. E gjithë kjo situatë është krijuar për një mbrojtje të mundshme në një rast agresioni, pra që mund vi nga Serbia, e cila në krahun tjetër po tenton që të lidh marrëveshje të tjera për t'u përgjigjur. Në media është folur për Hungarinë, por edhe për vende të tjera, por deri tani asgjë konkrete. Ndërkohë që në Kosovë kemi edhe zhvillime të tjera. Kryeministri Albin Kurti ka premtuar që buxhetin e mbrojtjes do ta çojë gati 1 miliard euro për të investuar. Për të folur për këtë që po ndodh në Ballkan, kemi të ftuar zotin Murat Makolli, njohës mjaft i mirë çështjeve të sigurisë. Zoti Makolli, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, mirë se ju gjej. Faleminderit shumë ju. Zoti Makolli, si keni parë nismën, reagimet dhe tensionet që mund të shkaktoj, por edhe kundërpërgjigje nga Beogradi për aleanca të tjera? Nisma trilaterale mes Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës është një nismë e mirë, kur të kaluarën kombatire për një nismë të tillë dhe është realizuar. Mendoj se ato thirrjet e mia janë dëgjuar nga Ministritë të Mbrojtjes të Kroacisë, Shqipërisë dhe posaçërisht të Kosovës, e cila ka qenë iniciatorja kryesore për themelimin e një procesi të tillë, mbrojtjes, një marrëveshje të tillë mbrojtjes dhe funksionalizimit të ushtarakëve, kur kemi edhe shkëmbimin në shkollime dhe në sfera tjera të rrymës ushtarake. Po kush është forca ligjore e kësaj nisme? Apo është thjesht ajo që ju thatë më lart për shkëmbimet? Pa ka forcë ligjore? Këta kanë bërë një marrëveshje, çdo shka është përcaktuar në atë marrëveshje, dhe unë mendoj që ka bazë ligjore, për shkak se ne e dim si çdo qytetar dhe çdo njohës i çështjes sigurisë që Kroacia dhe Republika e Shqipërisë janë në NATO, dhe pa pas një bazë ligjore asesi nuk kishin guxuar të bëjnë një gjë të tillë. Serbisë, ju mendoni që përse i dogji më shumë kjo marrëveshje? Për Shqipërinë, Kosova dihet qëndrimi. Për Shqipërinë kishim Open Ballkanin, marrëdhëniet e mira me kryeministrin Rama, ndoshta nuk e priste që të ishte Kroacia që ta formonte këtë aleancë për ta shtyrë më tej. Aleanca trilaterale mes Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës është një iniciativë që një vit e më tepër që është bërë, gjithsesi nga Ministri i Mbrojtjes të Republikës së Kosovës. Dhe kjo është një nismë për mbrojtje, jo për të sulmuar fqinjet tonë, është për mbrojtje, për shkak se ne kemi parë në të kaluarën e afërt që Serbia është furnizuar shumë me makineri luftarake edhe në flotën ajrore. Kështu që ajo që tjerët në Kroaci, për shembull, ata konsiderojnë veten si pasardhës së lirëve, dhe një gjë të tillë ndërlidhet nga aspekti i zinxhiror Kosovës dhe Shqipërisë, që është pazavendësueshme. Një forcë e tillë është përballuese ndaj forcës serbe, për shkak se ne kuptojmë shumë mirë që forcat serbe armatosen çdo ditë më shumë, makineria e tyre zhvillohet çdo ditë më shumë, qoftë nga gjitha format e ndryshme, si ato të aviacionit, apo artillerisë, apo pjesës të dronëve dhe raketave, si nga Rusia, Izraeli dhe vende tjera. Serbia çdo çka bën që të forcojë makinerinë vet luftarake dhe ushtarake, për shkak që synimi i tyre është, siç kam thënë të kaluarën, për përsëriti Republika Srpska, pjesa e Malit Zi dhe Maqedonisë. Në këtë rast Kosova është minuar nga kjo marrëveshje, është minuar në aspektin e sigurisë, për shkak se çdo sulm ndaj Kosovës do të kemi një mbrojtje
posaçërisht nga Kroacia dhe Shqipëria. Pra kemi nenin 5 të NATO-s te kjo marrëveshja trilaterale. Absolut. Kjo është marrëveshje cila është kriju, por unë mendoj që është një pjesë ilirike, por s'do të thotë kjo sepse në këtë marrëveshje, ma mirë të thëmë, në këtë forcë të re ushtarake në Ballkan, është ftu edhe Malizi, është ftu edhe pjesë tjera, por që ne kuptojmë që Malizi momentalisht udhëheqet nga një qeveri pro-sërbe dhe ata asesin nuk dëshirojnë të jenë pjesë përbërëse e kësaj marrëveshje ushtarake të mbrojtjes. Siç kanë thënë edhe në media, siç kemi ndëgjuar në media dhe nga kanale tjera, mund të hyjë Bullgaria, e cila është pjesë e NATO-s po ashtu. Dhe po krijon një aleancë ballkanike që unë mendoj do t'i përballoj edhe disa sulmeve tjera, që vijnë kryesisht nga Serbia, por iniciatori ose programeri kryesor është Rusia. Zoti Makolli, kush mund t'i bashkohet tjetër? Ju e preket pak më lart të marrëveshjes trilaterale, por edhe nga ana tjetër, Vučići me kë mund të formoj aleancë? Ju e preket Malin e Zi që nuk ju bashkoa Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës, mund ka dhe nga krau tjetër? Po Maqedonia, Hungaria, Rumania, si shikoni gjitha këto vende? Tek Slovakia është folur në media. Unë mendoj që forca e re mbrojtëse, ose marrëveshja e re për mbrojtje mes Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, është dominant në Ballkan momentalisht. Dhe kështu që ne nuk rrezikohemi më nga ato se çfarë është dominuar deri më sot në mediat serbe, që ne do ta kthejmë prapë Kosovën kur do të kthehet ushtria në serbe në Kosovë. Ajo ju siguroj që nuk do të ndodhë, për shkak se kemi një marrëveshje shumë të mirë. Shkëmbimin e personelit ushtarak, përvoja ushtarake të mbrojtjes janë rol domethënës dhe kyç në sistemin e mbrojtjes. Zoti Makolli, kush janë aleancat e tjera që mund të formohen nga Dishullin Ilirik si kundërpërgjigje ndaj paktit trilateral? Aleancat e tjera nuk do të ketë, sepse Serbia do të synojë të krijojë, por ne besojmë të ardhmen shumë të afërt qeveria e Malit Zi do ndryshon, do të kemi zgjedhje. Dhe momentin që do të kemi zgjedhje në Mal të Zi, besoj prapë do të vinë forcat malazeze bashkëpunim me ato shqiptare, pro-evropiane dhe pro-iniciativa ballkanike për mbrojtjen nga Rusia. Ne kemi një kuadër shumë të veçantë të Serbisë dhe bashkëpunues pjesë ushtarake me Rusinë, ne kuptojmë këtë, edhe kemi një ndër njerëz të kryesorë që po folën në Ballkan, në Bosnjë e Hercegovinë, që është presidenti i Republikës Srpskës Dodik, është një ndër njerëzit kryesorë që luan rolin kyç bashkërisht me Aleksandar Vulinin dhe një ndër presidentët që kemi Vučićin në Serbi. Por këta Vulin dhe Dodik janë njerëz të kryesor që kanë aleancë me shërbimin sekret rus, me FSB-n dhe me shërbimin sekret rus, po ashtu ushtarak ru, që janë pjesë përbërëse e tyre dhe njerëz të tyre që ndërlidhsen dhe janë edhe në Rusi. Për Malin e Zi dhe Bosnjën e kuptuam situatën dhe nga analiza juaj e qartë, po Maqedonia? Maqedonia nuk më ka pëlqyer hiç, me ta thonë të drejtën, si njësi Qeverisë Sigurisë, Zavendës kryeministri i Maqedonisë, kur kishte marrë pjesë në përvjetoren që ka organizuar Republika e Serbisë në përkujtimin e sulmeve të NATO-s ndaj shtetit ish Jugosllav, në këtë rast serb, dhe aty kishte marrë pjesë Dodik, po ashtu Vučić, që një ndër organizator,
dhe zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut, unë shoh diçka absurde këtë gjë për shkak se Maqedonia e Veriut është pjesë përbërëse e NATO-s. Dhe të merr pjesë në një ceremoni që përkujtohen sulmet e NATO-s kundër Jugosllavisë, është pjesë e NATO-s, dhe ti po merr pjesë në një gjë, në ceremoni që është kundër NATO-s, kjo mu më bën shumë me dyshu dhe mendoj që Aleanca Veriatlantike e NATO-s duhet të merr masa, por shoh pazakont dhe nuk e di deri kur duhet të pret ambasadori i Shqipërisë në NATO që të reagojë, të bën një reagim ndaj këtij personelit cilët ka marrë pjesë në pjesë. Kush nga zëvendës ministrat ishte? Zëvendës kryeministri. Po, kush nga zëvendës kryeministrat? Maqedonisë së Veriut. Po, e kam fjalën Maqedon. Maqedon, jo shqiptar. Jo shqiptar. Por unë mendoj që Aleanca Veriatlantike duhet ta bëjë një reagim, e posaçërisht Shqipëria është dashur të bëjë një reagim të fuqishëm ndaj pjesëmarrjes të këtij personi, qeveritar, një post shumë i lartë, zëvendës kryeministër, që merr pjesë në një ceremoni e cila organizohen nga Shteti i Republikës Serbisë, që përkujtohen kinse viktimat, por realisht NATO dihet kuptohet shumë mirë sepse NATO ka bërë një veprim të duhur në kohën e duhur që të bombardohet ish Jugosllavia, në këtë rast gjithsesi Serbia ose ushtria fashiste jugoslave, e cila ka kryer krime dhe gjenocid në popullatën civile të Kosovës, kryesisht shqiptare, por mos të anashkalojmë edhe ato rome, bosnjake e të tjera, sepse ata janë qytetarë të Republikës Kosovës, ka bërë gjenocid edhe ndaj tyre. Dhe kjo është më së miri tregon se si një zëvendës kryeministër i një shteti që është pjesë e NATO-s merr pjesë në një ceremoni të tillë kundër NATO-s. Kjo është shumë domethënëse dhe besoj që do ta kemi reagimin e ambasadorit dhe gjithsesi ministrit mbrojtjes Shqipërisë, po ashtu bëjtiri edhe Republikës Kosovës, edhe pse s'është pjesë e NATO-s, të bëj denoncim të tillë, dhe bëjtiri edhe ministrit mbrojtjes Kroacisë, për shkak se po luhet një rol domethënës me dy, apo më mirë them në gjuhën popullore, tik me dy teha, e cila po bën një raspesh me atë ruse dhe NATO-s. Maqedonia është me tonë në një tet pikës, e cila shumë shpejt mund ndodh edhe në shpërbërjen e atij shtetit artificial. E besoni që mund ndodh kjo? Unë besoj shumë që mund ndodh për shkak se kemi ndryshimet komplet. LSDM-ja ka ndryshime komplet dhe ne ka një arrogancë ndaj qytetarëve dhe kombësisë shqiptare, jo vetëm dhe kombësive tjera. Dhe ai shtet kuptohet, Maqedonia e Veriut është kriju nga asgjëhiç, më të thonë, është shtet artificial, sepse 50% e popullatës janë kuptohet shqiptare, dhe 50% tjetër janë domethënë Serb, Maqedon, Grek, Bugar, Turq, Rom, Egjiptian e tjerë, në cilën e përvojnë, dhe kështu që mendoj ka ardhur koha që ky shtet artificial i krijuar nga Jugoslavia, gjithsesi nga Tito, të përfundon në atë mënyrë sa që është parapo edhe më herët edhe nga shërbimet e tjera ndërkombëtare, sikur CIA apo pjesë të tjera, që ky shtet mund të ekzistojë deri në një kohë të caktuar dhe më pastaj duhet shpërbëhet ajo. Dhe të krijohen pjesë të atij shteti i bashkangjitjes të shteteve të cilat vinë kombësik.
të Me që tjera. jemi tek Maqedonia, përpara se të rikthehemi ndonjëherë për diçka të fundit e paktit trilateral. Tek Maqedonia, nëse do marrim këtë version që ju besoni që mund ndodhë dhe është i pashmangshëm, pjesa shqiptare shkon me Kosovën apo me Shqipërinë, apo kemi një shtet të ri? Jo, nuk kem shtetë të ri shqiptar. Një pjesë mund të bashkangjitet Kosovës, një pjesë mund të bashkangjitet Shqipërisë. Në kemi liçenin dhe në pjesën tjerës Komanovën dhe pjesë tjera, por gjithsesi unë besoj që në një kohë të caktuar Republika e Shqipërisë dhe Republika e Kosovës nuk do të quhen më republika, po do të bëhet republika gjithëpërfshirëse shqiptare, që unë mendoj personalisht do të krijohen kushte nga politika shqiptare, gjithsesi nga qeveritar, nga partitë politike, qofshin ato opozit apo opozit, si në Kosovë, si në Shqipëri, dhe të bëjnë një referendum ku Shqipëria, Kosova mund të bëjnë një konfederat. Nuk mund të thënë federat, po të bëjnë një konfederat për bashkët dhe të funksionojmë ashtu, sepse gjitha forcat e shërbimeve në sigurisë momentalisht funksionojnë në atë mënyrë, sa janë shumë bashkëpunuese dhe shumë domethënëse në aspektin e mbrojtjes. Dhe kjo është pa zaventësueshme me tjetër gjë, përveç një konfederat brenda një shteti shqiptar, dhe mendoj që do të jetë një forcë elite në Ballkan, forcë dominuese dhe forcë pasqyruese për gjithë komunitetet tjera, sepse shqiptarët nuk kanë sulmuar kurrë në komunitetet tjera, përkundrazi kanë mbrojtur dhe janë tolerant ndaj çdo komuniteti tjetër, për shkak ashtu kulturës të mëhershme shqiptare, lirike apo dardane. Zoti Makolli, duke qenë se ju e njihni mjaft mirë pjesën e çështjeve të sigurisë tek pakti trilateral, të tre shtetet, si e plotësojnë njëra tjetrën, nga këmbësoria, pra forcat toksore, tek artillerie e rëndë, forcat ajrore, pra se Kroacia ka gjeneratën e fundit dhe mos gaboj të avionëve francez Rafale. Pra si plotësojmë të tre shtetet? Çfarë ka njëra që plotëson tjetra? Momentalisht po punohet në atë formë që të gjithë kjo marrëveshje të fokusohet në personel, në trajnimeve personelit. Çka do të thotë kjo? Që gjatë trajnimeve Shqipëria mund të pajisët shumë shpejt edhe me aeroplan luftarak, që unë mendoj që qeveria shqiptare vetëm e ka bërë një plan të tillë dhe nga flota detare. Ndërsa sa i përket artillerisë, mendoj që Kosova qëndron më mirë, në artillerisë dhe pjesës tjera me dron, Kosova qëndron më mirë dhe është pjesë e kombësorisë. Ndërsa pjesa ajrore dhe artillerisë gjithsesi dhe ajo detare, flota detare, plotëson Kroacia për shkak se ata kanë marrë masat që çdo gjë të plotësohet sa i përket sigurisë, për arsye se kanë një agresor në kufi, që kanë pas jo në një kohë shumë të lartë, kanë pas një luftë me Serbinë, ashtu si ne në Kosovë, dhe ne e kuptojmë shumë mirë se si dhe çfarë duhet të bëjmë. Unë mendoj që secila kombinim është anasjellta, nuk kemi veçori të veçanta, edhe pse flota ajrore e Kroacisë, Republikës Kroacisë qëndron shumë më mirë, sepse Shqipëria nuk ka flotë ajrore, mund të thejmë aeroplana luftarak. Kemi disa helikopter. Kosova vetëm tash ka filluar me blerjen e helikopterëve luftarak, dhe besoj që nuk do të ndalet, për shkak se kryeministri i Republikës Kosovës, qeverinë aktuale dhe besoj në të ardhmen, qeverinë ardhshme, është duke bërë çmos për forcimin e sigurisë. Një siguri e fortë bën një shtet të fortë dhe ajo është siguri për qytetarët në vend dhe kufijtë të vendit. Çka do të thotë kjo, që kryeministri çdo gjë do ta bën për sigurinë e qytetarit. Çfarë do të bëj është që do të pajiset ushtria e Kosovës, do të pajiset me gjitha mjetet e nevojshme,
në qofshin ato artillerike apo qofshin të municioneve tjera që besoj shumë shpejt do të funksionalizohet edhe fabrika e municionit me pjesë ndihmëse nga Republika Turke, që cila prodhon municion 5.56 mm në kalibrit NATO-s, dhe kjo bën që Kosova të ketë një përparësi më shumë, të furnizon në kohë shumë shkurt edhe pjesë të NATO-s, këtë rast Shqipërinë, por edhe Kroacinë me pjesë municionit. Ndërsa sa i përket pjesës artillerike, dhe pjesës flotës ajrore, unë mendoj që Kroacia dhe Shqipëria do të kryejnë një veprim të tillë, Shqipëria do të pajitet me aeroplan luftarak në një kohë shumë të shkurtë. Besoj dhe shpresoj këto, sepse shërbimet luftarake apo ushtarake të Shqipërisë kanë zhvilluar disa prova tjera që kanë krijuar edhe një memorandum që Shqipëria do të ketë në 2 aeroportet luftarake, të mfalni, në 2 aeroportet luftarake të NATO-s, do të ketë edhe në flotën e tyre ajrore, edhe besoj shumë shpejt do të furnizohet me aeroplan ushtarak. Zoti Markolli, po për informacionin, si jemi në raport me Kroacinë? Për zbulimin. Pjesës shërbimit, po. Kroacia ka një 2 mënyra, zbulim dhe kundër zbulim. Dhe po ashtu ka shërbimi sekret ushtarak i tyre është shumë i zhvilluar. Dhe nga ajo del që vullnetarisht Kroacia bashkërisht me zotrin Maqedoncin, ministrin e mbrojtjes të Kosovës dhe po ashtu ministrin e mbrojtjes të Republikës Shqipërisë, duke marrë informacione se çfarë do të ndodhë në të ardhmen, kanë bën një marrëveshje apo një pakt trilateral në mes Kroacisë dhe Shqipërisë dhe Kosovës, që do të thotë një forcë dominante kundër një agresori në të kaluarën. Në shërbimet sekrete ushtarake, po ashtu edhe të Shqipërisë, mos të dalën nga ajo, sepse funksionojnë mirë, dhe bashkëpunimi Kroaci-Shqipëri e tani më edhe bashkëpunimi detaj dhe komplet me Kosovën, ku Kosova ka marrë armatim edhe nga Kroacia, është vlerë nga Kroacia, në një mos caktuar, që është domethënë se edhe për shtetin kroat, dhe kjo bën Kosovën të jetë më e sigurt, përveç që kemi aleancë veriatike të NATO-s gjithsesi KFOR-in në Kosovë. Kosova ka përforcuar në një fazë tjetër vetëm me këtë marrëveshje trilaterale mes Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, që Serbinë minon të ndërhyjë në Kosovë ose të ketë rol në të ardhmen që të sulmoj Kosovën, sepse do të ketë më njëherë mbrojtje gjithsesi nga ana pjesës luftarake, gjithsesi flotës ajrore dhe flotës kombëtarisë, do të ketë sulme nga Shqipëria dhe nga NATO. Kjo marrëveshje është mbrojtjes, por nuk kem marrëveshje për sulm. Kuptohet. Kjo është për mbrojtje. Ne nuk do të sulmojmë Serbinë territorin e tyre, por në rast që ata futen në territorin e Republikës Kosovës apo mund të kemi një luftë në pjesës klasike edhe me Kroacinë, që është tash Republika Srpska, ndarja atyre dhe janë disa kufi aty në Republika Srpska që e kufizojnë në Kroacinë edhe Bosnjën dhe bën një ndarje, aty mund të kemi një luftë klasike mes Kroacisë, Bosnjës dhe Serbisë, ku në këtë rast bazë kësaj marrëveshje Shqipëria dhe Kosova duhet të dalë ndihmë anasjelltas në rast që kemi një sulm klasik nga Serbia, që nuk besoj në Kosovë, për shkak se është aleanca veriatike në NATO-s, gjithsesi KFOR-i, nuk besoj që do të ketë një sulm tillë, por sidoqoftë ne duhet të përgatitemi, kemi një shinje agresor në kufi,
duke parë të kaluarën jo të largët çfarë gjenocidi ka bërë dhe çfarë krime ka bërë në popullsinë civile, ne duhet të forcojmë, ne duhet të sigurojmë vendin dhe po ashtu rolin kryesor në këtë pjesë kanë shërbimet në qofshin ato sekrete, po ashtu edhe shërbimet sekrete ushtarak të Shqipërisë. Që është pjesë përbërëse shqishit, por kemi një pjesë tjetër që është e përmbyllëse, po ashtu shërbimet sekret kroatë se është shumë i fortë dhe shumë domethënës në sferën e sigurisë në Kroati. Po folëm për pjesën tonë, po pjesën e agresorit të mundshëm. Kush janë avantazhet për parësit nga vendosja e bazave ushtarake në kufi, mbështetja nga Kina, Rusia? Rusia momentalisht është luajt një rol si lloj paqe momentalisht që kemi me Ukrainën. Nuk është fokusu, për atë arsye kemi edhe një epicentër jo të sulmuese momentalisht në Republikën e Kosovës nga Serbia. Ata bojnë trajnime siç kam thënë në të kaluarën, ata nuk nalen. Por mendoj që kjo marrëveshje trilaterale ka një domethënie shumë të veçantë për Serbinë dhe ata e kuptojnë se çfarë do të thotë të luftosh me shqiptarët dhe me kroatët, që janë jo ushtarak që largohen nga toka e tyre, sidoqoftë po ata që ndrojnë për tokën e tyre dhe për vendin e tyre deri në vdekje. Dhe kjo i bën serbët më agresiv, kuptojnë politikën e tyre, por ne duhet t'i paraspeshojmë gjërat në sferën e sigurisë tash, përveç asaj në ushtarake, duhet ta kemi një marrëveshje trilaterale në pjesën e policisë. Që është rol domethënës, Kroacia është në EU, dhe Shqipëria synon të hiqen në vitin 2030 në Bashkimin Evropian. Po ashtu synim është edhe i Kosovës dhe mendoj që duhet të kemi bashkëpunim për shkak se ato që është ngrit padi nga Republika e Kosovës që kërkohen kriminalë që kanë bërë krime në Republikën e Kosovës gjatë kohës 97, 98, 98, 99, ata kriminalë duhet cilën para drejtësisë dhe të dënohen bazë veprimeve të cilët kanë bërë. Ndaj që popullatës civile kuptohet. Unë kam qenë 99 në Kosovë dhe kuptoj se çfarë agresori kem pas bëjt me çfarë agresori dhe çfarë ka arrit të bëj, çfarë gjenocidi deri në atë mënyrë sa që janë brutalitete ndryshme që nuk kanë dëshirë të theksoj për publikun, por cilat i kumpohen të kaluarën edhe në një të larë në 99, në pjesën në 88 se i kumpohen me sytë e mi, pjesë në masakrave gjenocidit që kanë bërë ushtria dhe milicia fashiste serbe ndaj popullatës civile shqiptare. Dhe Rome të tjerë në shqiptare, cilët kanë qenë Kosovë, cilët kanë kundërshtu sistemin e tyre kriminal në Jugoslav dhe së. Zoti Makolli, kam një pyetje të fundit për sa i përket letrave që ka hapur Turqia në Ballkan. Në Shqipëri kemi parë investime, sigur kemi diskutuar edhe herë tjera më shumë për sa i përket xhamive, në Kosovë tek ushtria ka investuar sidomos muajt dhe vitin e fundit, por në Serbi edhe investime në biznes më së shumti. Ne mund të bëjmë biznes, kështu është pjesa përgjegjëse e Turqisë, ne mund të bëjmë biznes me serbët, por nuk mund të forcojmë serbët në pjesën e ushtarake. Ne kuptojmë shumë mirë se kemi disa telefonata ose telefona sikur më herët cilët janë në të linjës së kuqe dhe pjesa e Turqisë e thotë më së miri se
në një kohë caktuar në rast që Serbia ose dikush tjetër tenton të prek kufit shqiptar, tani më qofshin ata në Kosovë dhe në Shqipëri, ne do të na keni aty. Dhe ne kuptojmë shumë mirë që për viteve 1993, këtej deri në vitin 2025, që po folë momentalisht, Shqipëria ka bërë donacione ndryshme në ushtërinë shqiptare. Jo vetëm në ushtërinë shqiptare, por edhe në shërbimin dhe po ashtu në shërbimin policor të Shqipërisë. Ka bërë shumë trajnime, shumë investime dhe investitori kryesor momentalisht në Kosovë është sa i përket anës ushtarake është Turqia. Ne kuptojmë shumë mirë këtë dhe ne po folim qytetarët e Republikës së Kosovës, gjithsesi ushtërinë e Republikës së Kosovës duhet ta forcojmë, duhet mos me gjitha materijet që i përket një ushtërisë për të siguruar vendin dhe kufit e Republikës së Kosovës, po folim në kohën e ardhshme, sepse Kosova një ditë duhet të siguroj vetveten. Duhet të ndjekim shembullin e Kroacisë, i ka investuar vitet e fundit fuqishëm. Po këtë për ndjek edhe kryeministri zotri Albin Kurti, ai po investon fuqishëm në ushtërinë dhe në policinë e Republikës së Kosovës, gjithsesi në forcat ose akteret e sigurisë të Republikës së Kosovës, dhe ai po mendon që në një kohë të ardhme të kemi këmbët tona të funksionojnë dhe të mbrojnë vendin ashtu siç na po hije, por ne jemi një shtet i vogël, ne e kuptojmë, ne kemi dalë nga lufta jo shumë lart, edhe të 26 vite, kuptohet, edhe unë mendoj që Kosova në një kohë shumë shpejt është forcu ushtarakisht me materje ushtarake, me artilleri ushtarake, me dron, po Kosova ka nevojë ende të forcohet në makinerinë ushtarake, po ashtu ka nevojë shumë të veçantë të forcohet në personelin ushtarak, që çdo ditë më shumë po trajnohen në Turqi, në Shqipëri, në Kroaci, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Amerikë, mostojmë edhe në Izrael. Zoti Makolli, ju lutem jepni një koment për Shëban, ju lutem. Çfarë prisni? Se ne nuk është të kemi biseduar pas ardhjes së Trumpit. Për sa i përket presidentit të ri Trump, unë nuk mund të sugjeroj ose të komentoj asgjë, për shkak se është një president i paparashikueshëm, edhe këtë nuk mund të jap analizë, por mund të them plotësisht që Donald Trump nuk do t'i largoj forcat amerikane që janë kuadër të Aleancës Atlantike të NATO-s, gjithsesi por në Kosovë, për shkak se është pjesë strategjike e Departamentit të Sigurisë amerikane ushtarake, është pjesë strategjike, duhet të jenë forcat amerikane në Kosovë, po ashtu edhe në Shqipëri, ne kuptojmë fort mirë dhe besoj që në rrafshin global do të kemi ndryshime, kuptohet. Unë mendoj që kryeministri i Kosovës e po mirë që po investon në ushtri, i bëj thirrje Ministrisë Mbrojtjes së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Shqipërisë, po ashtu veprojnë në njëjtën mënyrë për shkak se ne duhet ta shikojmë edhe aleatin tash ton trilateral, që ka bërë marrëveshje Kroacinë, ne duhet të bashkangjitem së bashku të bëhemi një ekip i fortë, që në Ballkan të kemi një forcë tonë mbrojtëse dominante, dhe në këtë rast Donald Trump momentin që e shef që ne po investojmë për sigurinë e vendit, në formën e ushtarake dhe ato policore dhe shërbime tjera në sigurisë, ai e kupton shumë mirë sepse nuk mund të ndryshojë diçka në Ballkan, përveç që të mbrojë interesat e kësaj aleance trilaterale që në shkrijuar. Ne kemi një intervistë që thotë Donald Trump, thotë nëse shqiptarët
mund të bëhen nervoz, atëherë mund të kemi luftën e tretë botërore. Është një intervistë shumë e veçantë dhe ai këtë nuk e harron. Dhe ne kemi shqiptar në Amerikë, ushtarak, ish ushtarak të Shqipërisë, ushtarak me plot kuptimin e fjalës që kombi shumë pak ka pas njerëz të tillë që kanë kontakte drejt për drejta me administratën Trump dhe shqiptar tjerë dhe më besoj që presidenti Trump nuk është kundër shqiptarëve, përkundrazi ai e kupton fort mirë se çfarë do të thotë një aleancë me shqiptarët, amerikanët, kroatët dhe po folja edhe Kosovën, ata po ashtu një test pjesë, e kupton shumë mirë se çfarë do të thotë në Ballkan, në mbrojtje e hekurt nga Rusia. Po ashtu ne kemi po edhe pjesën tjetër të nuk kanë më kacafytjen mes Turqisë dhe Amerikës. Kjo mund bën një rol shumë të veçantë. Turqia nuk e sulmon Trump, as dhe ana tjetër. President Erdogan dhe Trump janë në heshtje, nuk kemi sulme, po folje sulme të cilat komenteve të cilat ipen, dhe kemi një aleancë besoj shumë të fuqishme, sepse më besoj shumë që Donald Trump do të jap një dritë të gjelbërt të Republikës Turqisë, që të ketë një rol dominant në një pjesë të Evropës dhe në Ballkan. Pra mund t'ja mund t'ja dorëzoj Ballkanin SBA-ja Erdoganit. Një rol kyç, sepse Ballkanin Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo administrata Trump nuk ja dorëzon askujt, sepse është pjesë strategjike luftarake. Por një aleancë me ta bën më të fortë NATO-n, po ashtu edhe aleancën veriatlantike, për shkak se ne kuptojmë fort mirë se çfarë force ka Republika e Turqisë, çfarë force ushtarake, dhe për ditë po nxjerr gjërat e tjera, për ditë po nxjerr dron, për ditë po nxjerr aeroplan, për ditë po nxjerr makineri të blinduar, dhe kjo është një pjesë shumë e fortë në NATO-s. Njëkohësisht duhet ta nxjerr nga kjo përpamje, përveç Donald Trump, ne kemi edhe një forcë cilat tani më Republika Federale e Gjermanisë është të kriju mekanizmat e tyre që të prodhojë makineri ushtarake në niveleve tjera, jo deri me tani, po të ketë në niveleve të larta, të cilat ka me qenë forca, mendoj, e parë në Evropë sa i përket makinerisë dhe pjesës tjetër luftarake. Republika Federale e Gjermanisë është duke financuar në një formë shumë të veçantë në ushtrinë dhe në sigurinë e vendit. Dhe jo vetëm, në momentin që kemi një Gjermani të forcuar, tepër të forcuar nga pjesa makinerisë ushtarake dhe luftarake, atëherë besoj që kemi një aleancë shumë të veçantë për mbrojtjen nga Rusia, sepse Rusia në një formë merr një pakt me Iranin, me Kinën, me Korenë e Veriut, cilat në një kohë të ardhmen bazë inteligjencës dhe në tjera ushtarake dëshirojnë që ta kufizojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndër këto forcimi i Gjermanisë është një kundërsulm ndaj këtij pakti. Zoti Makolli, të falenderoj shumë për gjithë analizën që bët për këto çështje që diskutuam. Ju falenderoj, ju më pres në të ardhmen, dhe shpresoj të takojmë dhe të bisedojmë dhe të komentojmë edhe në të ardhmen. Shpresoj të kemi edhe pjesë dhe kanalit juaj të jenë edhe pjesë tjerë të njohjes çështjes të sigurisë dhe të kemi një bazë qendrore gjithsesi emisione të veçanta për sigurinë. Ju falenderoj për shërbimin dhe për mundësinë për qytetarët e Republikës së Shqipërisë dhe të Kosovës që jeni në shërbim të tyre.
Faleminderit shumë.